إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Falënderimi i takon Allahut subhanahu wa taala, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve tij dhe gjithë atyre që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, jemi së bashku në hijen e serialit Pastruesit e mëkateve. Gjitha ato zgjidhje, gjitha ato mundësi, gjitha ato shkaqe, gjitha ato ibadete që ne të kemi mundësi t'i pastrojmë gjunahet tona, pa marrë parasysh sa janë gjunahet tona, pa marrë parasysh sa janë gabimet tona, pa marrë parasysh sa kemi mëkatuar në të kaluarën, megjithatë Allahu Azza wa Jall na ofroi, na mundsoi zgjidhje që ne ato gabime t'i shlim, t'i fshim, t'i pastrojmë dhe të kemi mundësi të dalim para Allahut Azza wa Jall të pastër prej tyre. Ibadetet të cilat i pastrojnë gjunahet e besimtarit, siç kemi përmendur, agjërimi, nëse njeriu agjeron për hir të Allahut, nëpërmjet tij i pastrohen gjunahet e tij. Nëse njeriu merr abdes, me pikat e abdesit i bin gjunahet e tij. Nëse njeriu falet nëpërmjet namazit, pastrohen shumë gabimet të tij. E kështu me radhë, derisa kemi arritur tek një pastrues i gjunaheve, një pastrues i rëndësishëm i mëkateve, i cili është sadakaja, lëmosha për hir të Allahut Azza wa Jall. Nëse njeriu i jep nga pasuria e tij për hir të Allahut Azza wa Jall. Tha Allahu në Kur'an: "In tubdu sadaqati fa ni'ma hi, wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum, wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'malun khabir." Nëse ju jepni sadaka dhe e shfaqni atë, ajo është e mirë. Nëse ju jepni sadaka mirë po fshehtas, pa e ditë të tjerët sadakan e juaj, kjo është edhe ma mirë. Kjo është edhe ma e afërt për të qenë njeriu më i shpërblyer. Megjithse të dy mënyrat janë mirë po sadakaja e fshet e ka shpërblimin më të madh. Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum, dhe Allahu juve u afal, u apastron gjunahet, wallahu bima ta'malun khabir, atë që ju e veproni, Allahu Azza wa Jall është i ditur, i njohur, e di çdo gjë që ju e veproni. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "As-sawmu junna", agjërimi është mbrojtje. "Was-sadaqatu tudfi'u al-khati'a kama yudfi'u al-ma'u an-nar", ndërsa sadakaja e shuan gjunahun, e shuan mëkatin siç e shuan uji zjarin. Pra ne nëpërmjet sadakas kemi mundësi, kemi shumë mundësi që t'i pastrojmë gjunahet tona, duke ditur, duke pas bindje që nëpërmjet sadakas
pasuria jonë nuk do të harxhohet. Nëpërmjet sadakas ne nuk do të varfrohemi. Nëpërmjet sadakas vetëm se do të shtohet bereqeti i asaj pasurie. Ajo pasuri nga e cila jepet zekat, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, nuk paksohet pasuria nga sadakaja. Ai i cili jep për hir të Allahut azza wa jall, Allahu do t'i jep bereqet atij në pasurinë e tij. Kështu ndodhi me një njeri për të cilin na tregoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tha, një njeri duke e punuar tokën, duke e punuar arën, duke qenë te toka e tij një re në qiell, e dëgjon ky njeri një zë. Ujite kopshtin e filanit. Ujite kopshtin e filanit. Subhanallah, ky njeri shikon për rreth mirë, po nuk ka askush. Vjen një za, ujite kopshtin e filanit. Subhanallah, një re lart, njerëz nuk ka, dikush nuk ka, një za është duke ardh, ujite kopshtin e filanit. Kopshtin e kujt? Filanit me emër. Tha, ajo re ec, vazhdon rrugën për të arrit në një vend të caktuar. Ajo re është duke ec, ky njeri duke ec pas saj, derisa ajo re arrin pran një kopshti, pran një vendi ku ndalet dhe fillon të bie shi dhe fillon të ujitet një tokë, një arë e caktuar. Aty e sheh pronarin e saj. O filan, si quhesh, si e ki emrin? Tha, unë jam filani. Me emrin që e ka dëgjuar atje në re. Unë jam filani. Por se ban pyetje për emrin tim, nga se emrin tande kam dëgjuar, e kam dëgjuar një za duke thënë, ujite kopshtin e filanit me emër tand. Çka ban ti që Allahu azza wa jall ta mundson një gjë të tillë? Allahu e çon shiun special në tokën tënde dhe jo në tokën e të tjerëve. Çka ban ti? Atëherë ky njeri tha, unë do të tregoj tokën që e punoj, bereqetin që e nxjerrin nga ajo tokë, frytet, pemët që dalin prej saj, unë atë e ndaj në 3 pjesë. Bereqetin e tokës e ndaj në 3 pjesë. E pastaj pjesën e parë e ndaj për familjen, pjesën e dytë e ndaj për ta kthyer përsëri në tokë dhe pjesën e tretë u jap të varfërve, u jap nevojtarve. Ky është shkaku që Allahu azza wa jall këtij njeriu i dha bereqet. Pra, njeriu të jep në rrugën e Allahut azza wa jall, të u jep nevojtarve, të varfërve e kështu me radhë, Allahu azza wa jall vetëm se i shton bereqetin, megjithse njeriu në shumë raste është lakmitar që të tubon sa më shumë, që të grumbullon sa më shumë, që të shton pasuri sa më shumë. Kjo është lakmia e shumë njerëzve. Ndoshta është lakmi e natyrshme, mirë po nuk guxon të jetë e tepruar, nga se ajo e shkatron njeriu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një ditë prej ditëve ishte duke lexuar Kur'an, fjalën e Allahut azza wa jall, ku Allahu tha, elhakumut takathur, ju shkatëroi juve grumbullimi, ju shkatëroi juve shumimi, ju shkatëroi juve ajo që ju lakmoni të boni sa më shumë, deri kur? Hatta zurtumul maqabir, deri kur ti vizitoni varrezat. Subhanallah. Njeriu gjatë gjithë jetës së tij, secili në jetën e tij të përditshme e sheh dhe e kupton, njeriu vazhdimisht mundohet të tubon, të grumbullon pasurinë e tij, ta shton sa më shumë, deri kur? Deri kur ti viziton varreza, deri kur të përfundon në varreza. Atëherë përfundon lakmia, atëherë përfundon çdo gjë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas këtyre ajeteve tha, thot i biri Ademit,
Mali, mali. Thot i biri Ademit, thot njeriu, mali im, pasuria ime. E çka do të ngelet nga pasuria jote? Përveç se atë që e ke ngran dhe është harxhuar, atë që e ke vesh dhe është vjetruar, dhe atë që e ke dhënë për hir të Allahut Azza wa Jall, e ke garantuar për në ahiret. Pasuria ime, çka do të ngelet prej saj? Atë që e ke ngran, që sa vite, 10 vite, 20 vite, 40 vite, 50 vite, e ke ngran është harxhuar, e ke vesh është vjetruar, e ke dhënë për hir të Allahut Azza wa Jall, e ke siguruar që ta gjesh në ahiret. Kjo do të ngelet nga pasuria e besimtarit, dhe kështu ndodhi në rastin e shtëpisë e familjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në një ditë që kishin therr një dele, dhe kur u kthy pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Oj Aisha, çka ka ngel, çka ka mbet prej asaj dele që e kemi therr?" Aisha radhiyallahu anha tha: "Ja Rasul Allah, nuk ka ngel asgjë përveç një shpatull. Tjetrën e kemi dhënë sadaka. Çka ka mbet? S'ka mbet veç pak." Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Jo oj Aisha, ka ngel krejt, ka mbet krejt përveç kësaj që e kemi ndajt. Kjo s'ka mbet, pse? Se me këtë ne do të ushqehemi, do e hajmë, kjo u kri. Ama atë që e kemi dhënë, ajo ka ngel. Atë që e kemi dhënë, ajo ka mbet. Ku ka mbet? Ka mbet e regjistruar në fletoren e punëve të mira tonat që do ta gjejmë para Allahut Azza wa Jall. Andaj ai i cili jep në rrugën e Allahut Azza wa Jall nuk varfrohet. Ai i cili jep në rrugën e Allahut Azza wa Jall, pasuria e tij nuk paksohet. Mirë po ngelet dhe mvaret tek imani i tij, tek zemra e tij, tek shpirti i tij, te zemërgjërsia e tij, sa është në gjendje të sakrifikon, të jep në rrugën e Allahut Azza wa Jall. Dhe kjo është një sprov. Ati që Allahu i jep është në sprov. Ati që Allahu nuk i jep, edhe ajo është në sprov. Të dy palët janë në sprov. Ky i cili nuk ka, fukaraja, i varfëri, është në sprov. Do të me bë sabër. Ama edhe i pasuri është në sprov. Dhe sprova e tij ndoshta është më e madhe. Sprova e tij ndoshta është më e rëndë, si i varfëri fundi. Nuk ka edhe çka ban. Çka do të ban i varfëri? Nuk ka. Mirë, po ai që ka, ai është në sprov. Në ditën e gjykimit do të jep llogari para Allahut Azza wa Jall. Nëse dikush afër ti nuk ka pas me ngran syfir, ti ku ishe? Nëse dikush afër ti nuk ka pas me ngran iftar, ti ku ishe? Nëse dikush ka pas fëmijë jetima dhe nuk ka pas mundësi t'u asiguron as veshjen, as gjërat elementare, ti ke jetu në atë rreth, ti ku ishe? Nëse dikush ka pas ndonjë smundje, ndonjë nevojë, ti ku ishe? Ai i cili ka pasuri, ai do t'jep llogari para Allahut Azza wa Jall. Dhe kjo është sprov. Allahu të jep dhe Allahu të sprovon me atë pasuri. Çka do të ban njeriu? Me atë pasuri, si do të jeton, si do ta shfrytëzon njeriu pasurinë e tij. Kjo është një sprov e cila njëkohësisht, nëse njeriu e shfrytëzon ashtu siç kërkohet, ashtu siç duhet, arrin në shpërblime të mëdha tek Allahu Azza wa Jall. Në dunja Allahu jep bereqet. Prej në dunja Allahu jep bereqet. Prej në dunja Allahu ja zbut zemrën. Allahu ja qetëson zemrën. Nëse shen ndonjëherë që në zemër ki një lloj mërzie, ki një lloj stresi, ki një lloj telasheje, ki një lloj pikëllimi, ki një lloj vërazhtësie, e shet që zemra jote nuk është e qetë. Shkoi një njeri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe u ankua për çfarë? Për zemrën e tij të ashpër, për zemrën e tij të vrazhtë.
Ka njerëz të cilët janë të ashpër, të vrajë, zemra e tyre nuk di ngrohtësi, zemra e tyre nuk di butësi, zemra e tyre nuk di buzëqeshje. Ai është i vranët ditën edhe natën, edhe kur ka diell edhe kur ka shi, ai një çehre, një fytyrë ka çdo herë. Ai i cili e ka zemrën e vrajt, tha ja Rasulullah, ankohem për zemrën time të ashpër. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e këshilloi me dy gjëra. Tha, ushqeje do një të varfër dhe përkdhele kokën e jetimit. Të është ashpërsu zemra, po. Ushqeje do një të varfër, shikoje për rreth ku ka fukara, nevojtar, ushqeje, bane gati një syfyr, bane gati një iftar, një ushqim pak më të mirë, shko te dera e filanit, bujrum son të këte keni për iftar prej meje. Ushqeje ndo një të varfër, do të zbutet zemra. Dhe përkdhele kokën e jetimit, përkdhele ndo një fëmijë jetim, i cili nuk ka bab, i cili ka nevoj që dikush ta përgdhelate, i cili ka nevoj që dikush ta ndihmonate, i cili ka nevoj që dikush ta afronate, përkdhele kokën e jetimit, do të zbutet zemra. E që një kohësisht një gjë e tillë shkakton arrin besimtari shpërblime të mëdhaja tek Allahu Azza wa Jall. Kështu ndodhi me një njeri, rastin e të cilit e tregon një hoxh nga Arabia Saudite për një njeri i cili jetonte në një vend të këtij vendi, të këtij shteti, i cili quhet Dammam. Ky njeri në një natë prej netëve e sheh një ëndër. E sheh një ëndër dikand i cili i thot ati, o filan, në filan vendin në Riyadh jeton një njeri me këtë emër, shko edhe përgëzoje me xhennet. Subhanallah, ëndër e çuditshme. Prej vendit tant, shko në atë vend, është një njeri me këtë emër, kërkoje dhe përgëzoje me xhennet. Subhanallah, si do ta përgëzoj me xhennet? Çfarë ëndre mund të jetë kjo? Ndoshta është ndonjë ëndër e kotë, si secili që sheh ëndra të ndryshme, e lën atë. Natën tjetër, o filan, shko në Riyadh, në filan lagjen, në filan vendin, tek filani, përgëzoje atë me xhennet. Subhanallah. E lën edhe natën e dytë. Natën e tretë, o filan, shko në Riyadh, në filan lagjen, në filan vendin, është një njeri me këtë emër, takoje atë dhe përgëzoje me xhennet. Subhanallah, natën e tretë, thot kjo nuk është ëndër e thjesht, këtu ka diçka, unë do ta çoj porosin në vend, emanetin në vend, ngritet veturën prej vendit të tij afërsisht 5 orë me veturë që të arrin në Riyadh. Gjithë atë udhtim, thot arrita aty afër, e pash një xhami, unë dala ta fali namazin e drekës, pas namazit tham, a nje dikush filanin me këtë emër? Thon po, këtu afër e ka shtëpin. Shkova, a është kjo shtëpia e filanit? Po, troket në derë. Hape dera, del një njeri, një musliman i thjesht, urdhëro vëlla. Thot, unë e kam një emanet, një porosi, ka marrë me ta sjell. Urdhëro vëlla. Ka marrë me të tregu që e kam pa një ëndër. Jo një natë, jo 2 natë, po 3 natë. Çfarë ëndre? E kam pa një ëndër ku mua më thuhet të vi prej atje deri këtu, ta sjelli ty këtë selam, që të përgëzoj ty me xhennet. Unë nuk e di kuptimin e kësaj ëndre, nuk e di as realitetin çka ka pas kësaj, po e kam ndjesë si obligim me ta sjell selamin. Allahu të shpërbleft për mundin që e ke bë, për selamin që ne ke sjell, për shëndeten dhe ndahën. Ky njeri thot, pasi u ktheva në shtëpi, u ndala të mendohem. A thua pse nuk i bana pyetje, çka ke bë vëlla? Përgëzoje me xhenet, po. Çka ke bë ti? Çfarë pune të madhe ke bë? Çfarë sakrifice ke bë? Çka është puna jote që unë kam pa ty në ëndër me këtë qëllim dhe me këtë shpërblim? Thot, pas një kohë
më ra rruga nga ai vend, do të shkoj ta vizitoj filanin. Ta shoh, çka është puna e këtij njeriu? Çka bën ky njeri? Çka bën në jetën e tij që ka mundësi të arrijë këtë shpërblim? Shkova te dera, trokas në derë, hape dera, mirë po del dikush tjetër. A është filani këtu që kam qenë para një kohë kam vizitu? Na vjen keq, ama filani ka vdek. A që e ke taku ti ka ndru jetë. Subhanallah. Ka ndru jetë, unë e ka marrë me taku, me i bo pak pyetje, mu interesu për një gjë rreth jetës së ti. Thot urdhëro se unë jam vëllau i ti, unë e di çka do që ti t'intereson, unë e kam parasysh, mundem me dhon përgjigje. Thot unë jam ai njeriu që ka marrë t'ja sjellë një selam prej së largu për një ëndër që e kam pa. Thot vëllau i ti, po, ne atë ëndër që ja ka sjell dikush atë lajm, ne e dim, kemi dëgju, edhe tjerët e kanë dëgju. Kam ardhur me bë pyetje, çka ka bë ky njeri? Çka ka bë ky njeri që ta arrin atë shpërblim? Vëllai i tij thot, ne këtu afër e kemi një grua e vej, i ka vdek burri asaj, i ka disa fëmijë janë jetima. Një grua me jetima. Vëllau im prej asaj dite e ka bën jetë, ka vendos rrogën që unë e marr do ta ndaj në 2 pjesë. Çdo muaj rrogën që unë e marr do ta ndaj në 2 pjesë. Gjysmën e rrogës për fëmijët e mi, gjysmën e rrogës për ata fëmijë jetima. Deri në momentin e vdekjes, rroga e tij është ndarë në 2 pjesë. Gjysma për jetima, gjysma për fëmijët e mi. Ky është mesazhi. Ky është hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili tha: "Ana wa kafilul yatimi fil jannati kahatain." Unë edhe kujdestari i jetimit do të jemi në xhennet afër si kur këto 2 gishta. Ai i cili kujdeset për një jetim, ai i cili kujdeset për një të varfër, ai i cili kujdeset për një nevojtar. Nuk është me rëndësi sa është rroga e madhe, nuk është me rëndësi sa është pasuria e madhe, nuk është me rëndësi ti a je një njeri thjesht me një rrogë mesatare apo ti je një milioner, nuk është me rëndësi. Me rëndësi është zemra. Me rëndësi është imani. Me rëndësi është sakrifica për hir të Allahut Azza wa Jall. Ndonjëherë në disa raste dikush je pak mirë, po për hir të Allahut Azza wa Jall ajo rritet te Allahu Azza wa Jall. Pra ai i cili jep për hir të Allahut Azza wa Jall nuk varfrohet. Ai i cili jep për hir të Allahut Azza wa Jall do të begatohet. Ai i cili jep në rrugën e Allahut Azza wa Jall, Allahu do t'ia shton bereqetin në dunja. Allahu do t'ia largon brengat në dunja. Allahu do t'ia qetëson zemrën në dunja. Allahu do t'ia largon sprovat në dunja. Nësa rast Allahu i ruan njerëzit, u ruan familjen, u ruan fëmijët, mos t'ju ndodh ndonjë e keqe, ndonjë sprov nga sadakaja që e kanë dhënë. E në sa raste njerëzit janë shëruar, i kanë larguar sëmundjet e tyre me sadaka. Çfarë shërimi është ky? Çfarë operacioni është ky? Ky është operacioni për të cilin tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Dawu mardakum bis sadaqa." Shëroni të sëmurët tuaj me sadaka. Megjithse disa dietare kanë llogaritur këtë hadith si të dobët, një pjesë e tyre si të vërtet, në praktikë raste të tilla të shumta në mesin e njerëzve, njerëz të cilët janë shëruar me sadaka. Po si shërohet njeriu me sadaka? E di ai i cili e ka shijuar, e di ai i cili e ka provuar, e di ai i cili e ka praktikuar. Shëroni të sëmurët tuaj me sadaka. Je i sëmur, e ki ndonjë smundje, ndoshta edhe mjekët nuk i gjejnë ilaçin, ndoshta edhe spitalet nuk të japin zgjidhje, ndoshta edhe specialisti më i mirë i ngrit duart,
zgjidhjen e ki në fejnë Allahut Azza wa Jall. Jep sadaka. Po çka ka lidhje sadakaja me sëmundjen? Sa gjëra ndërlidhen vetëm me argumentet e fesë Allahut Azza wa Jall. Kështu ndodhi me një njeri në kohën e Abdullah ibn Mubarekut, rahimahullah, i cili kishte pas problem me gjunjët dhe me një lloj gjakderdhje të rrezikshme. Gjithë mjekët e asaj kohe, gjithë mjekësia e asaj kohe nuk kishte zgjidhje për këtë problem. Zgjidhjen e gjeti tek dietari, tek hoxha. Çfarë zgjidhje? O ti filan, jep sadaka. Jep sadaka për hir të Allahut Azza wa Jall. Tha, o hoxh, e çfarë sadakaje muj me dhanë une për smundjen time, për problemin tim? Tha, në një vend njerëzit kanë nevojë për ujë kanë nevojë. Shko edhe hape një bunar. Dhe njerëzit le të pinë ujë nga ai bunar, le të jetë kjo sadaka prej teje. Shkoi ky njeri e hapi bunarin. Në ditën që njerëzit filluan të pinë ujë prej këtij bunari, prej asaj dite atij ju largua dhimbja, ju largua smundja. Ndoshta duket e çuditshme. Raste të tilla kemi në atë kohë, në këtë kohë, edhe sot, edhe në këtë kohë, raste të tilla kemi të shumta. Por atë në shumë raste, nëse ki ndonjë smundje, nëse ki ndonjë antar të familjes të smur, nuk gjen zgjidhje. Shijoje këtë zgjidhje që ta ofron feja Allahut Azza wa Jall. Leje logjikën pak anash, leje atë nxitjen, çitjen e shejtanit pak anash se çka ka lidhje kjo me këtë? Ka lidhje. Nënshtroju argumentit fesë Allahut Azza wa Jall. Një hoxhi kësaj kohe tregon për një xhamatli, për një vajzë të tij që e kishte të smur. Vajzën e smur nëpër spitale, nuk i ndalet dhimbja në asnjë mënyrë, për çdo ditë nga një injeksion për t'ia ndalë dhimbjen, jo për shërim, për ndalje të dhimbjes. Njeri i pasur, njeri me gjitha të mirat, nuk gjen ilaç. Konsultohet me hoxhën, hoxha i thot, o ti filan, jep sadaka për hir të Allahut Azza wa Jall. Abre hoxh, kam dhënë sadaka 100 herë. S'është punë sadakaje. Subhanallah. Nuk është punë sadakaje. O filan, a ke dhënë sadaka me nijet që Allahu ta shëron vajzën tënde? Valla jo, kam dhënë sadaka. Jep sadaka me nijet që Allahu ta shëron vajzën tënde, evladin tënd, babën tënd, nanën tënde, smundjen tënde. Jep sadaka me atë nijet të largimit të sëmundjes. Thot ky njeri do ta baj edhe atë. Jep sadaka me nijet. Pas një kohe, si është puna, si është gjendja? Vallai hoxha njëjtë. A ke dhënë sadaka? Kam dhënë sadaka. Me nijet. Sa ke dhënë? A ban me dvetë sa ke dhënë? Vallai po, kam dhënë kaq. Thot hoxha, subhanallah. Kur e shoh gjendjen, ti çfarë pasurie ki të madhe, aq ke dhënë sadaka për hir të Allahut, aq i në gjendje me sakrifiku, aq pak. Thot, kjo është pak për ty. Jep ma shumë, Allahu do t'jep zgjidhje. Thot, na dit e bana njet vendosa, për hir të Allahut Azza wa Jall, kam dal, kam marr ushqime, kam marr mill, kam marr vaj, kam marr oriz, kam dal në për shtëpijat e nevojtarve, ju kam dhanë sa kam pas mundësi. Derisa i kam pa fytyrat e gëzuara, fytyrat e lumtura në syt e nevojtarve, në syt e të varfërve. Ju besohet ajo, thot, prej atë ditë që jam kthy në shtëpi, injeksioni i fundit i vajzës time ka qenë në atë ditë. Edhe ma jo. U kry, si u kry? Me operacionin e sadakas. Mos e harroni, sadakaja është një operacion veti. Sadakaja është një ilaç në veti. Sadakaja është një zgjidhje në veti. I cili ka nevojë mund t'i gjen vetë zgjidhje nëpërmjet sadakas. Sadakaja i ashton bereqetin. Po si mos t'i ashton bereqetin kur për çdo njeri i cili jep për hir të Allahut,
pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, janë 2 melek të cilët luten edhe thonë, o Zot, ati që jep, jepi, ati që nuk jep, mos i jep. Ati që jep për hir të Allahut, shtoja, ati që nuk jep për hir të Allahut, mos i ashto. Me lajket bëjnë dua për atë i cili është në gjendje me dhanë për hir të Allahut azza wa jall. Andaj ai i cili jep për vetvete, së pari për vetvete, nuk jep për dikant tjetër, jep për shpirtin e vet, për imanin e vet, për islamin e vet, në fund për shpërblimin e vet. Ai i cili jep në rrugt të Allahut azza wa jall, Allahu do t'ja kompenzon të mirat në dunja, e mos të flasim sa janë të mirat e ati në ahiret, që mbetet pjesa tjetër për të vazhduar. Ne lutim Allahun azza wa jall, Allahu të na furnizon me pasuri halal. Allahu të na mundson që t'i ushqejmë familjet tona edhe fëmijët tanë me pasuri halal. Allahu të na ban për atyre që pasurinë tonë e shfrytëzojmë aty ku Allahu është i kënaqur. Allahu të na ban për atyre që pasuria jonë mos të shkon në vende të haramit. Allahu të na ban për atyre që pasuria jonë mos të jetë kundër neve në ditën e gjykimit. Lutim Allahun azza wa jall, Allahu ibadetet tona të na i pranon, gjunahet tona të na i fal dhe të na i pastron, nga dënimi i tij të na shpëton, në Jannatul Firdaus të na bashkon. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.